Po, përveç mos respektimit shpejtësisë së lëvizjes, që është një prej burimeve kryesore, ka dhe problematika tjera që vlen të përmenet, domethënë projektimi i rrugëve, më mirë me thonë realizimi i rrugëve, është asesoj sa që vetë rruga është bërë me aksidenti. Pse? Gjithmonë kategoria e tretë e rrugës lidhet kategorinë e parë. Për shembull, sidomos arteret kryesore që i kena Prishtinë-Mitrovica dhe Prishtinë-Pej, do të thotë edhe Prishtinë-Ferizaj. E kena të njëjtën logjik ku lidhen prej bizneseve. Një prej problematikave tjera se kategoria e tretë asnjëherë nuk bën mu lidh kategorinë e parë. E para në dytën, pastaj edhe bëhen prill kryqet në kryq, kurse bizneset i qitet rrugë sekondare. Njëna prej tyre problematika tjetër është që do të thotë e ka kriju tash një shpejtësi të lëvizjes të vogël, ku qytetarët tentojnë zakonisht ta vjedhin shpejtësinë për me mundu me lëviz me shpejtësi ku de facto tërheq rruga, për arsye se është me 4 kursi, dy vajtje nga 2 vajtje ardhi. Në të kaluarën kanë qenë me nga 1 kursi, edhe kufizimi i shpejtësisë ka qenë 80 km/h, tash i bën me ka 2 kursi kufizimi 60 km/h. Do të thotë ka anomali projektuese, po zbashku me to dhe mos respektimi i shëvët komunikacionit, po një ndër to kufizimi i shpejtësisë së lëvizjes. Jo, policia janë dëmbele, një prej policisë më dëmbele në rajon, menoj, edhe aty ku dojnë me punu, nështë ajo gjithmonë e shohin personin i cili bën shkelje të rregulla të komunikacionit. Unë kam pas cek që mungesa e inteligjencës artificiale e bën një prej shkaktarëve apo burimeve të aksidenteve, se kishmi pas radar, mobile statike dhe kamera, kjo problematikë ishte zgjidh nështë tash e disa vite. Shfrytëzimi i transportit publik dhe çësia me inteligjencën artificiale. Do të thotë kjo është faktori objektiv, kurse faktori subjektiv është respektimi i shenjave, rregullave të komunikacionit për anës ngazme.